Përshëndetje Daci, Kledi Daci, sulmuesi i cili arriti të shënojnë frymëmarrjet e fundit të takimit midis Teutës dhe Pogradecit dhe i dha mbijetesën e ekipit Durrësak që të qëndrojnë në sallonet e mëdha të futbollit shqiptar. Kledi, përshëndetje, urime për golin e shënuar dhe ndihmën e ofruar ndaj ekipit të Teutës. Me mbrëma dhe studios. Faleminderit. Sa e vështirë ishte për Teutën kjo ndeshje e ndërlikuar, do të thoja? Ajo u dukte edhe në fushë, faktikisht me realitetin e kishte ne gjithë presionin, se Pogradeci nuk ishte fare se çfarë të humbte. Që ishte bonus, edhe ja ndeshje ishte bonus për ato, kurse ne kishim gjithë presionin e mundshëm. Ishte e vështirë, edhe e dinim, ne kishim përgatit që do ishte e vështirë, po që zoti ja dolëm. S'kam qatë them në doli jashtë pritshmërive kjo. Po pra, të shijon golin minutat e fundit, po duhet jesh në kohën e dur, në vendin e dur. Ishte disi edhe fat, po faleminderit Zotit që isha aty ku duhej edhe zgjidha. Ishte gol me peshë dhe shumë gol i rëndësishëm për ekipin. Duke sikur ke humbur ca kilogram që kur ke luajtur jashtë. Ashtu duket e kamera. Po, dakor se kamera zakonisht shton pesh, thonë në televizion, të paktën në për studio, jo në atje. Sa luajt e jashtë? Rreth një vit e gjysmë. Një vit e gjysmë. Pse erdhe? Era për... Si tush kisha disi sa komplikacione, me pjesën e rutinës, a vjes servitja, ushqimi, disi ndikojnë, e di me kalimin e kohës ndikojnë edhe arriti një pikë që nuk ndiheshte edhe aq komode dhe gjërat. Normale, lekët nuk fitojnë kollaj, duhet të rish 7 orë duke bërë stërvitje, Shqipëri bëj 2 orë, me 2 orë jashtetit nuk i nxjerr dot lekët. Unë mbaj mend kur thoshte Sulte Mollari, një ndër hyjet më të mëdhenj të futbollit shqiptar, kur vajtet e Dinamo Bukureshti, thotë stërvitja ishte çmenduri e vërtet. Çmenduri, domethënë, nuk e dija se në ça momenti të karrierës ishe, domethënë përgatitje fizike, tërë ditën e ditës duke prapuar e gjithë me radhë. Atëre, erdhe për të luajtur këtu apo erdhe për të rikur? Fillimisht era me ndihmu ekipin ku jam. Pastaj i tjerat do ja bëjmë hizmetin, do punojmë edhe varet tash sa të kemi takatin, nëse ishte mirë edhe pse jo, ikim prapë. Ke ndonjë ofertë? M'fal, nuk dëgjova. Ndonjë ofertë them, ka? Po. Ka realisht. Se kam Nikol, do ke ndonjë pyetje ti për Kledi Dacin? Jo, nuk kam një pyetje konkrete për Dacin, por një kompliment dhe një urim sa i takon golit të shënuar me ndeshjen ndaj Pogradecit është patjetër për Dacin si. Golin e qauaj, domethënë se ishte e vështirë në ato minuta. Po Isa. Shumë faleminderit. Isa Lili, gazetar Radio Televizioni Publik Shqiptar, RTS. Kledi, përshëndetje. Përshëndetje. Sa juni të zëzmion fakti që tek skuadra juaj do të vinë një trajner si Edlir Tetova që ka ditur të fitojë dhe dominojë futbollin shqiptar dhe në informacionin që unë kam nga brenda kësaj skuadre, drejtuesit atje janë gati për të bërë disa afrime shumë cilësore të futbollistëve që kanë bërë mirë në kampionatin shqiptar, por dhe jo vetëm. E shikon veten për të qenë tek skuadra e Teutës në një projekt tjetër fitues? Tani ardhja e profesor Tetovës normalisht është një bonus shumë madh për ekipin edhe e them në plot bindje që do rrisin nivelin e ekipit edhe me afrimet që normalisht duhen bën afrime kualitative. Edhe besoj që ai ka me motivimin e plot për ta ngritur ekipin, për të bërë paktën atë që për të arritur atë që ka arritur edhe ekipi i Ignatias. Pastaj, për pjesën tjetër teknike taktike, nuk përfshihem shumë, unë merrem vetëm me veten dhe do mundon të jap maksimumin për sa kohë që jam aty. A është prezantuar akoma me ekipin e Edlir Tetova, apo
Po si është prezentuar, nuk është prezentuar akoma. Betë për të Se parë. di është e ndeshja. A është? Do pyetjes. A është? Me pyes. Po qa është bëjtë dhe është bëjtë publike ajo. A ju ka takuar juve personalisht, pa le, mëse vë vështirë si djali, mëse vë. Këto pyetjet nuk ju takon që më bëni mos jam lojtar, për na i shoh më na fushat, po. Nuk nxjerrë informacion. Për gjërat e tjera mund të pyesin drejtuesit e ekipit. Po çfarë të pyesim tani, çfarë shenjë horoskopi je, dim atë se e kemi pa në internet. E kemi pa Kleta atë. Megjithatë, do të Zhupa, kene një pyetje, lojtar me potencial është Daci. Ai qëndroi në kategori Durrësi, domethënë. Po pra, mbajti Durrësin në kategori me golin. Jo, edhe më parë domethënë, lojtari i cili ka Lojtari afirmuar, ai i tha me drejt që unë nuk ktheha për ndihmuar skuadrën. Ju urojm suksese. Po çka këshilla do jepësh Dacit që të bëhet qendër sulmues më i mirë? Unë do t'i jap këshill që duhet punoj shumë individualisht, përveç stërvitjes që bën me grupin, duhet punoj sidomos cilësitë individuale me portën, të shënoj sa më shumë gola dhe që të shënoj sa më shumë gola, duhet që mas stërvitjes paktën minimumi 45 minuta ai të jetë gjithmonë, qoftë luftën në ajër me goditet me kokë, qoftë goditet standarde ti punoj të gjitha, sepse një lojtar si puna këtij me këto cilësi individuale dhe mendoj që duhet bjerë dhe pak nga pesha. Po ku e diti sa kilo është? E di unë sa kilo është. Shumë faleminderit, vlerësoj këshilla. Okej, Kledi, kënaqësi që po, se ti ke qenë edhe me të utën. Po, me që kam qenë, se të pyetje tjera nuk na hoqe mundësin t'i bëjmë. Ku e pi kafen të Gjergj Kastrioti apo të Sami Frashi? Se kuptova mirë pyetja se qartë. Ku e pi kafen para dite kur ke kohën e lirë, të Gjergj apo të Samiu? Pa ka ndryshuar ato më lira pika? Ka ndryshuar zjo. Ka ndryshuar më buj. Fare. Të Samiu. E shikane, ja. Qelmeta, po? Hajde, të uroj suksese. Unë the me golin që bëret përgëzime për golin sepse shpëtove dhe, si me thëni dhe, mbajtë ekipin në Super League, se në një debat televiziv tu ka qenë, kur i thamë ish trajnerit të utës, që një nga kryesorja për një trajner është ta mbaj ekipin në kategori, në Super League, kështu që ju e shpëtuat. Urime. Okej. Kledi Daci, faleminderit shumë. Në detyra, që iko tani shohim përpara. Okej, të uroj gjithë mirat nga rjerë dhe natyrisht suksese edhe pse jo, një transferim mundshëm jashtë do ishte më mirë akoma. Mirë, jemi këtu